Sot, lutu përmes fjalës me David Platt. Më mbro Perëndi, sepse unë po kërkoj shtret tek ti. Psalmi 16, vargu i parë. Psalmi 16 është një ndër psalmet e mi të preferuar. Unë dua të meditoj për secilën nga këto fjalë së bashku me ju, me qëllim që të lutemi sipas tyre. Më pëlqen shumë Psalmi 16 me çdo fjalë të tij, por dua të ndalem te vargu i parë në minutat në vazhdim. Më mbro Perëndi, sa lutje e bukur. Në një botë me mëkat, me vuajtje dhe me vdekje, në një botë me mundime dhe tundime, në një botë me vështirësi, në një botë ku shpesh ndihemi të lodhur dhe mbase kështu ndihemi tani, ne arrim të bëjmë këtë lutje. Kur bota ju bombardon nga drejtime të ndryshme, të dini se mund të gjeni shtret te Perëndia. Ndaj duhet të shohim nga Zoti dhe të themi: më mbro, më ndihmo duke më mbrojtur, më ruaj pranë teje, më ruaj që të eci me ty, ruaje forcën time, gëzimin tim dhe paqen time, që e di se ti e dëshiron për mua. Më ruaj ti, o Perëndi, tek ti kërkoj stre. Çfarë përshkrimi? Kur bota ju bombardon nga drejtime të ndryshme, ta dini se mund të gjeni stre te Perëndia. Perëndia është streja juaj. Mendoni për Psalmin 46, vargun e parë kur thuhet: Perëndia është për ne një stre dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Ne jemi bombarduar në këtë botë dhe jemi të lodhur, por duhet të dimë se Perëndia është streja jonë. Ai është strehimi ynë, ai është vendi ynë i sigurt dhe ai do të na mbrojë. Unë dua të lutemi për këtë, veçanërisht për ju që sot ndiheni të lodhur. Perëndi, unë lutem për motrat dhe vëllezërit në Krishtin, veçanërisht ata që po kalojnë sfida dhe ndihen të bombarduar nga çdo anë. Unë lutem për ata që po kalojnë gjithfarë vështirësish, mbase po lëkunden në besimin e tyre, ose mbase janë të fortë në besim, por ndihen të rënduar për shkak të gjithçkaje që po kalojnë. Perëndi, unë lutem për mbrojtjen tënde, Jezus. Tani kujtoj fjalët e tua kur ti the se je bariu i deleve të tua, dhe që ti i ruan të gjithë ata që kanë besim tek ti, që ti ndihmon të gjithë ata që besojnë në mbrojtjen tënde. Dhe ne lutemi për mbrojtjen tënde, Perëndi. Unë lutem për mbrojtjen tënde te motrat dhe vëllezërit në Krishtin, që ata të dinë se mund të gjejnë shtret tek ti, të dinë se mund të pushojnë në ty. Zot, unë lutem që në këtë botë me stres, ankth, shqetësim, pezmatim dhe raskapitje, ata të mund të dinë se ti i do, se u jep paqen tënde, gëzimin tënd, forcën tënde dhe ndihmën tënde. Ti je një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi, dhe e vetmja mënyrë se si mund të qëndrojmë në besim është në ndihmën tënde. Mënyra e vetme se si mund të qëndrojmë në këtë botë është me anë të hirit tënd dhe të lavdërojmë që na e ke dhënë lirisht atë. Unë lutem për motrat dhe vëllezërit e rënduar, që ata të mund të gjejnë shtret tek ti tani. Pavarësisht se çfarë ndodh përreth tyre, ata të gjejnë veten të strehuar në ty dhe të dinë se ti i do. Zoti sovran në lartësi është me ata. Ata nuk janë vetëm, ti po i drejton dhe po i udhëheq ata. Ti je një bari i mirë dhe do t'u japësh atyre gjithçka që kanë nevojë: urtësi, guxim, forcë, gëzim, paqe dhe gjithçka që ti ke ruajtur në qiell për ta, ndërsa gjejnë shtret tek ti, jo vetëm në këtë çast, por edhe kur të jenë në betejë, edhe kur të ecin përmes vështirësive, mundimeve, sprovave, kur janë të bombarduar nga çdo anë. Ti je Perëndia e universit që i mbron ata. Ti je Perëndia i universit ku ata gjejnë stre. Ti je streja e tyre. E gjithë lavdia është për emrin tënd, Perëndi, që na mbron dhe na jep privilegjin që të gjejmë stre tek ti. Në emrin e Jezusit ne lutemi, në emrin e Atij që bën gjithçka të mundur. Amen.